do të lexojmë nga letra e apostullit Paul drejtuar Timoteut 2 dhe kapitulli 3. Timoteu 2, kapitulli 3. Dhe dije këtë, në ditët e fundit do të vinë kohë të vështira, sepse njerëzit do të jenë egoist, lakmues parash, mburravec, skrenar, blasfemues, të pabindur ndaj prindërve, mosmirnjohës, të paudh, të padhëmshur, të papajtueshëm, shpifës, të papërmbajtur, mizor, që nuk e duan të mirën, tradhtar, kokshkret, fudull, dhe frymdashës me forcë Perëndi i dashës, të perëndishëm në dukje për mohues të fuqisë së saj, dhe nga këta largohu, sepse prej këtyre janë ata që futen në përshtëpi dhe i bëjnë për vete themrat e ngarkuara me mëkate, të sunduara nga pasionet të ndryshme, të cilat mësojnë gjithnjë dhe kur nuk mund të arrijnë në njohjen e plotë të së vërtetës. Dhe sikurse Janesi dhe Jambresi i kundërshtuan Mojsiut, po kështu edhe këta i kundërvihen së vërtetës, janë njerëz mendje prishur, të nëveritshëm në çështjen e besimit, por këta nuk do të shkojnë shumë përpara, sepse marrëzia e tyre do të dalë në shesh për të gjithë, ashtu sikurse u ngjau edhe atyre. Por ti ndiqe ndoqe nga afër dëshminë time, sjelljen, këshillat, besimin, durimin, dashurinë, ngulmin për ndjekjet, vuajtjet që më ndodhen në Antioki, në Ikonio dhe në Listra. Ti e di çfarë për ndjekje shoqa, por Perëndia më shpëtoi nga të gjitha. Të gjithë ata që duan të rrojnë me perëndishmërinë e Krishtin Jezus do të përndiqen, por njerëzit të keqinj dhe mashtrues do të shkojnë keq me keq, duke gënyer dhe duke u gënyer vetë. Por ti qëndro në ato që mësove dhe u binde plotësisht, duke ditur se prej kujt i mësove. Dhe se që nga fëmijëria i njeh shkrimet e shenjta, të cilat mund të bëjnë të ditur për shpëtimin me anë të besimit që është në Krishtin Jezus. I gjithë shkrimi është i frymëzuar nga Perëndia dhe dobishëm për mësim, bindje, ndreqje dhe për edukim me drejtësi, që njeriu i Perëndisë të jetë i përkryer, tërësisht i pajisur për çdo vepër të mirë. Po të përbëj pra përpara Perëndisë dhe Zotit Jezu Krisht, që ka për të gjykuar të gjallët e vdekur në dukjen e tij dhe në mbretërinë e tij. Prediko fjalen, ngul këmbë me kohë e pa kohë, kritiko dhe qorto, këshillo me çdo durim e doktrinë. Sepse do të vinë koha kur njerëzit nuk do të durojnë doktrinën e shëndosht, por sipas endjeve të veta do të mbledhin grumbull mësues për të gudullisur veshjet, dhe do t'i largojnë veshjet nga e vërteta e do t'i sjellin drejt përrallavet, por ti rri syqel në çdo gjë. Duro vuajtjet, kryeje punën e ungjilltarit, përmbushe plotësisht shërbetet tënde. Sa për mua po derdhem si ofert pijet dhe koha e nisjes ime arriti. Luftën e mirë luftova, e përfundova vrapimin, e ruajta besimin. Pas kësaj më pret gati kurora e drejtësisë, që Perëndia gjykatësi i drejtë do të më japë atë ditë, dhe jo vetëm mua, por edhe gjithë atyre që presin me dashuri të shfaqërit e tij. Amin. Mbase pak ditë përpara se të largohej me apostulli Paul nga Romakët kur e vran, dërgon letrën e tij të fundit tek Timoteu. E din shumë mirë se po bëhet si një ofertë pije dhe koha e largimit të tij arriti. Këtë gjë e njeh shumë mirë, por këtë nuk e bën që apostulli Paul të ftofet tani më, por e bën akoma më të zellshëm që të shpreh, sikurse erdhi fundi i tij, të shpreh vullnetin e Perëndisë të mirë dhe të përkryer tek Timoteu, tek vëllai i tij që e donte shumë. E din shumë mirë apostulli Paul. E din se tani Zoti do të vijë ta marrë. Dhe ajo që do të ndodhë tek ai, që do të marrë ai, është kurora e drejtësisë që Perëndia do t'ja japë. Përse e din këtë? Sepse luftën e mirë e luftoi deri në fund, se rrugën që Perëndia kishte përcaktuar e mbaroi dhe kurrë nuk e humbi besimin e tij.
as për një moment nuk e humbi besimin e tij. Këto që përshkruan pra atëherë apostulli Paul janë plotësisht të njëjtat nga ato që shkruan fjala e Perëndisë dhe përshkruan për ne sot. Për ne sot ku është sikurse plotësisht thot ditët e fundit e kohrave të fundit. Ku njerëzit do të jenë idhujtar, do të jenë mëkatar, do të jenë në thellësinë e mëkatit. Kjo është bota që jetojmë sot. Në lum të mëkatit jetojmë sikur atëherë që jetonte në lumin e edhitarisë Pali dhe Timoteo. Dy kohra të njëjta, dy periudha të njëjta, atëherë me sot. Atëherë mbaronte jeta e Palit, të apostullit Paul, dhe tani mbaron jeta e kishës këtu mbi faqen e dheut dhe vazhdon një jetë të re në qiell. Atëherë fliste Pali nga thellësitë e shpirtit të tij për atë që e donte, kurse tani na flet Krishti përsëri nëpërmjet thellësisë së shpirtit të tij, na flet nevet që na don. Dy gjendje të njëjta. Atëherë shumë u larguan përpara përndjekjeve, përpara të keqes së madhe që u bë, kurse tani përsëri shumë do të largohen përpara kohrave të këqija, përpara vështirësive, por veçanërisht në dëshirën dhe vullnetin e botës dhe në dëshirën e mëkatit. Por edhe shumë do të vinë, shumë do të ikin, por dhe shumë do të vinë, dhe këtë thot fjala profetike e Perëndisë. Shumë do të ikin dhe shumë do të vinë. Përse kështu? Sepse kështu e parashikon Perëndia. Nuk e bën e paranjeh, le që ardhjen e bën Perëndia. Dhe na përshkruan shumë qartë. Erdhi fundi, thot, dërgoi shërptorët e tij dhe thot, ejani në darkën e madhe. Dhe tjetri nga ato që kishin ftesën në duart e tyre, nga ne, për ne flasim tani. Shumë thanë se kam bler tokë, kam pasurinë time, që thua tani të vion? 5 pend që kam bler, punët e mia pra, ose jam martuar me grua, pasuri, familja dhe puna. Janë ato që e mbajnë njeriun dhe nxjerrin jashtë. Por dëshira dhe premtimi i Krishtit është se shtëpia e tij duhet të mbushet. Dhe do të ikin, por edhe do të vinë të pavlerë, mëkatarët, të vegjlit, por që kanë një karakteristikë të mirë. Pranojnë emrin e Jezu Krishtit. Kjo është, vëllezër dhe motra, qoftë e duam, qoftë nuk e duam, kjo është fjala e Perëndisë. Kjo është e vërteta. Kjo është fjala profetike e Perëndisë. 2 ditë ishin atëherë për Mojsiun. Njëra ditë që kishte dështim të plot, dhe dita e fundit që kishte sukses të plot. 2 periudha, 2 dita. Atëherë kishte dështim të plot sepse kisha u coptua dhe vatra të vogla të besimtarëve në gjithë faqen e dheut ekzistonin, në largimin e plot të kishës ortodokse katolike, të larguar plotësisht nga vullneti i Perëndisë, nga besimet fetare, ekzistonin vatra të cilat pranonin njerëz Krishtin. Dhe tani e njëjta gjë. Mëkati arrin kulmin. Mëkat i madh. Trajt perëndishmërijet por të larguar nga Zoti i vërtet. E kundërshtojnë Perëndin. Dhe në këtë ambient jeton
ti, familja jote dhe kisha e Perëndis. Kjo është ambienti në të cilin jetojmë. Dhe fjala profetike e Perëndis na siguron duke na thënë se shumë nga ne do të ikim. Uroj të mos ik askërkush. Uroj të mos ik askërkush. Zoti të na ruaj. Por shumë më tepër do t'i bëj Perëndia që të vinë. Ne kemi dy mendime të rëndësishme në jetën tonë. E para, së pari të mos e humbasim besimin tonë që të largohemi. Sepse thot fjala e Perëndis, nuk thot se të përjashtohet ndonjë nga ne, nga ky lloj mendimi. Përjashtohet vetëm ai që e beson fjalën e Perëndis dhe që e din se nëse Krishti nuk bën hir, atëherë i pari është që do të ikë. Vetëm sipas hirit do të qëndroj, të mos largohem. Vetëm sipas hirit do të qëndrojmë. Nëse them se unë nuk kam nevojë për asgjë, u pasurova, jo vetëm që do të hiki, por do të më vjell nga të përbrendshmet e tij Zoti, do të më nxjerr jashtë. Mendimi i parë i Joni pra është: o Zot, bëj hir të lutem që dhe më ndihmo të luftoj deri në fund në luftën e mirë. Më mëso, o Zot Perëndi, të eci plotësisht në rrugën që ti ke përgatitur për mua. Dhe veçanërisht, o Zot, mirëmbaje besimin që më dhe dhurat, që gjithmonë të jetë ky besim në mua dhe të shtohet ky besim nëpërmjet frymës të shenjtë brenda meje. Sepse atëherë dhe vetëm atëherë nuk do të hidhem përjashta. Dhe e dyta, derisa Zoti do të mbush shtëpinë e tij me shpirtra, dua të jetë familja jon, dua të jenë miqtë ton, të jenë njerëzit ton në mes nesh, duke u lutur pra të lutemi vëllezër dhe motra. Ka njerëz që familja e tyre këtu besimtarë në mes nesh që nuk janë këtu. Janë jashtë. Por shpresa jonë është se ato do t'i dërgoj Krishti shërptorët e tij që t'i sjell brenda. Dhe lutemi për ta. Dy janë kërkesat atëherë dhe dy kërkesa janë edhe sot. Atëherë ishte futu brenda dhe mos ki frikë sepse unë jam që ecë përpara tejet. Unë do t'i përndjek përpara tejet, unë do t'i shkatërroj dhe ti do t'i përndjekesh. Por ki kujdes të dytën, mos thuaj se e bëra unë. Ose mos thuaj se Perëndia e bëri nga që unë jam i drejt. Nuk e bëri Perëndia nga që je i drejt, i tha atëherë popullit të Izraelit. Unë e bëra sepse jashtë ekziston shfryrja e mëkatit. Kështu edhe tek ne. Mos thuaj vëlla dhe motër se Perëndia gjeti diçka të mirë tek ti. Asgjë të mirë nuk ke, sepse nuk ke. Askërkush nuk ka diçka të mirë t'i tregoj Perëndis. Më thuaj, çfarë mund t'i tregosh Krishtit? Ti thuash, o Zot, më shih pak për këtë jam i mirë. Çfarë ti thuash Zotit? I pa vlerë. Asgjë të mirë s'kemi t'i japim. Një gjë mund t'i tregojmë Perëndis, vetëm Krishtin, kryqin e Golgotës. Vetëm atë mund t'i tregoj atit Perëndi. O Zot, vetëm gjaku yt më mban sot këtu akoma. Dhe gjaku yt do të më mbajë deri në fund. Dhe gjaku yt do të më çojë në qiell. Amin vëllezër dhe motra. Kjo është. Domethënë nuk është që të themi shumë fjalë. Shumë do të ikin dhe shumë më tepër do të vinë. Zot më ruaj. Zot na ruaj. Dhe i drejtoj edhe të tjerët që janë jashtë të vinë brenda dhe ato. Dhe apostulli Paul i thot Timoteut, thot tani, shiko se si do të jetosh. Shiko se si ecën. Dhe ti ke shembull mua, që ishe gjithmonë me mua. Më shikoj edhe çfarë petek unë. Petek unë mësimin tim. Këtë mësim të kesh edhe ti. Atë mësim që kisha unë. Mos e ndrysho mësimin. Mësimin e apostullit Paul. Mësimin e Ungjillit. S'është nevoja që të modernizojmë pak këtë lloj mësimit, as të shtojmë ndonjë përrall apo vërtetet njerëzore në te. Librin më të vogël që ekziston, që sillet në faqen e dheut, është Ungjilli i Jezu Krishtit.
200 e kaq faqe është. Më e thjeshta. Lexoje dhe thuaj çfarë nuk kupton në te. Më e thjeshta. Por mos ndrysho mësim vëlla dhe motër. Mos u mashtro. Sepse një nga shenjat e kohëve të fundit është se në njerëzit brenda dhe njerëzit jashta. Brenda në kishën e Krishtit dhe jashtë. Do të thërrasin shumë mësues të llojeve të ndryshëm. Nuk janë brenda në kisha të lloj mësuesish dhe vazhdojnë dhe thojnë gjëra të ndryshme. Eja të bëjmë një studim, ma ku shkon vëllai im? Çfarë mendje të ke në mendjen tënde? Iken nga kisha që të bëjnë studime, të studioj fjalën e Perëndis një mëkatar dhe mburresh për këtë. Që janë këto gjëra? Ku shkojnë? Ku do të arrish? Nga që e thot sipas zemrës tënde, ma kjo është shenja kohëve të fundit. Se do të thot gjëra në të cilat bie në dakord zemra jote që është tradhare dhe shumë e pabes. Dhe mbledhin mësues, eja të na thuash edhe ti, eja të na flasësh edhe ti tjetri, por do të na thuash ato që ne duam të dëgjojmë, ato që gurdulisin veshët, thot fjala e Perëndis. Dhe ata, thot, janë njerëz mashtrues, do të pengohen, do të bëhen më me rezultat në mashtrimin dhe do t'i thojnë shumë bukur gjërat, do të bëhen mjeshtra për të mashtruar, do të thojnë gjërat që ti don të dëgjosh, nuk do të thojnë ato që thot fjala e Perëndis, ato që don të dëgjoj zemra ime mashtruese apo veshët e mi të gudulisur, dhe do të kenë përparim në këtë çështje, ato lloj mësuesish. Do të bëhen më specialista në mashtrim. Dhe do të fitojnë edhe njerëz të shkojnë pranë tyret, por do t'i çojnë drejt ferrit. Kjo është skuadra e parë që largohet nga kisha. Nuk mund të qëndrojnë në kishë njerëz të tillë. Nuk mundën të qëndrojnë sepse zemra e tyre don të tjera gjëra të dëgjojë. Veshët e tyre gëzohen me gjëra të tjera, më të mëdha, më të rëndësishme. Ma do të ikin ato, ti të mos jesh ai, dhe unë të mos jem nga ato. Se do të ikin, e thot fjala e Perëndis. Por ti dhe unë të mos jemi nga ato që do të ikim. Të qëndrojmë vëllezër dhe motra në mësimin e shëndosht. Sepse kështu ishte dhe Jambresi dhe Janesi, të cilët e kundërshtuan të vërtetën e Mojsiut, dhe budallëku i tyre u bë i njohur tek të gjithë njerëzit në të gjitha faqen e dheut. Por nuk është problemi fundi është i rrezikshëm. Tani është, vëllezër dhe motra, që të kemi kujdes, rini zgjuar dhe lutuni. Keni kujdes se çfarë dëgjoni, keni kujdes se si dëgjoni, keni kujdes se çfarë shikoni. Nuk është vetëm ki kujdes për mësimin, e dyta është ki kujdes edhe për sjelljen. Sjelljet se si u solla unë, me pe se si sillesha, çfarë pe tek unë, thot apostulli Paul. Ke parë mësimin, por ke parë edhe sjelljen time. Ke parë mirë se si sillem. Ke parë se si jam i përulur, thot apostulli Paul Timoteut, e pe se sa jem beljam, apo se sa kontrollues jam. E pe shumë mirë. Një njeri të Perëndis, imitoje njeriun e Perëndis. Mundohu t'i ngjash atij. Bindu një të parëve tuaj duke parë sjelljen e tyre dhe frytin që japin. Ma derisa kemi njerëz të shohim frytin e tyre dhe sjelljen e tyre, nuk bëhet që një pemë e mirë të nxjerr fryt të keq. Nuk bëhet kjo. Nuk ka fryt të mirë, ku shkon pra vëlla dhe motër? Tek një pemë që nuk ka fryt të mirë, nuk mund të jetë e mirë. Kështu shkojmë ku të dalë. Nuk e kupton se është mashtruesi që mashtron gjithë faqen e dheut, se do të drejtoj në vuajtje, do të drejtoj në fatkeqësi, që të mos them edhe në humbje, se mos vallë arrin të pendohesh dhe të kthehesh. Vëllezër dhe motra, të qëndrojmë në mësimin e shëndosht dhe në sjelljen tonë të mirë.
në një sjellje me të vërtet që të ketë dashurinë e te. Dhe jo vetëm kjo, por besimin. Njeriu që ka besim, e kënaq Perëndin me besimin që ka. E pe shumë mirë me ke parë mua dhe ke parë besimin tek Perëndia, por edhe se sa i denjë janë përpara Perëndis. Nuk bera një herë këndej, një herë andej, një herë brenda apo një herë përjashta. Çfarë do lloj vuajtit që kalova, unë përparoja, në luftën e mirë luftova, rrugën e mbarova, e përfundova rrugën time, besimin tim e mirëmbajta, e ke parë besimin tim. Besimin tim në fjalën e Perëndis, në Jezu Krishtin, dhe sa i denjë isha përpara Perëndis. E pe shumë mirë sa kënaqej Perëndia në mua. Ma mburret kështu pali. Jo vëllezër dhe motra, lavdëron Perëndin për këtë gjë. Me të vërtet lavdëron Perëndin dhe e falenderon atë. Pali ikën nga mesi. Ajo që intereson tani është Timoteu. Vëllezër dhe motra, po ikim. Të ikim të gjithë. As thundur nga dhit të mos mbetet këtu poshtë. Të mos humbasim rastin që na jep Perëndia. E parë durimin tim, pas besimit thot durimin, e pe se sa durim kisha. Durimi do të thot dashuri. Tek ai që nuk bën dashuri, gjykimi i Perëndis do të jetë i pa mëshirshëm për te. Por ai që është i mbushur me dashurinë e Perëndis atë nëpërmjet frymës të shenjtë dhe që quhet apostull Paul, ai u tha Korintas vet, hiqni nga mesi juaj kurvërin që nuk falet të ekzistojë, që nuk ekziston as në botë jashtë. Nuk u pengua që ta thot, nuk u pengua sepse i don dhe pret që të kthehen, dhe kur të kthehen thot tani përqafoni ato që u kthyen dhe u larguan nga kurvëria. Tani pranoni ato. Tani bekoni ato, sepse u kthyen. Hoqën dorë. E ke parë durimin tim. Gjithashtu ke parë dhe dashurinë që kam. Dashurinë ndaj të gjithëve. Tek i afërmi im, e dua të afërmin tim sikur veten time. Vëllajin tim e duar sikur se Krishti më ka dashur mua. Armiqtë e mi, lutem për ta me shumë dashuri. Jo sepse jam i drejtë apo i mirë. Ku të gjejën këtë drejtësi, thot apostulli i kombeve, por nga që është Perëndia i mirë që mbush zemrën time me dashurinë e tij nëpërmjet frymës të shenjtë, thot apostulli Paul. E parë durimin tim me të gjithë. Dhe bëj durim edhe ngulmoj. Çfarë do të thotë të ngulmoj? Do të thotë se i duroj të tjerët me dashuri dhe vazhdoj, pra këmbguli në këtë dashuri dhe në këtë durim. Nuk është të ngulmoj, të pres dhe të vrapoj përpara. Ke parë dhe durimin tim. Por gjithashtu ke parë edhe përndjekjet dhe vuajtjet e mia. Ti përjetove këto, edhe në Antioki, edhe në Ikonio, edhe në Listra, aty ku të takova. I ke parë njerëzit duke u quar kundër meje. E fishkëlluan dhe e gjuajtën me gur deri në vdekje në Listra. I ke parë vuajtjet e mia. Por gjithashtu ke parë edhe pasonjat që pësova, por të gjitha këto për hir të Krishtit. Jo se më katova, jo se bëra diçka të padrejtë apo diçka të keqe, por nga që dëshmoja të vërtetën e Ungjillit. Dhe dëgjova se çfarë thonin të tjerët kundër meje. Dhe unë lutesha për ta. Dhe për ndjekjet, edhe vuajtjet, por nga të gjitha këto Zoti më çliroi. Dhe Zoti çfarë bën, nuk i heq përpara nesh, por i lën që të vinë përpara nesh edhe për ndjekjet, edhe vuajtjet, por Perëndia gjithmonë të çliron, sepse Perëndia është me ty. Njerëz të këqij dhe mashtrues do të shkojnë keq e me keq, duke gënyer dhe duke u gënyer vetë, sikur se tham. Do të bëhen të rezultatshëm në mashtrim të njerëzve. Do të kenë gjëra mashtruese për të embla për veshjet e njerëzve, por që janë jashtë fjalës të Perëndis.
Kurse ti, o Timoteo, sikur të thot Krishti, sa bukur që e thote, ti, o Timote, qëndro në ato që mësove dhe në ato që të besoj Perëndia. Në ato që mësove dhe në ato që të besoj Perëndia qëndro, duke ditur se prej kujt i mësove. Ma prej kujt i mësove Timoteu? Nga gjysha e tij Loida, nga nëna e tij Evniki, apo nga Pali? Jo, nga Krishti i mësoj. Krishti është ai që të mësoj. Mbase përdori gjyshën tënde, mbase përdori edhe nënën tënde, mbase përdori edhe Palin, por ai që të mësoj, o Timoteo, është vetëm Krishti. Është Krishti. Vëllezër dhe motra, kush është mësuesi yt? Kush është mësuesi juaj? Kush është ai që ju mëson? Nga kush don që të mësohesh? E din sa bukur është, vëllezër dhe motra, kjo përvojë, kjo eksperiencë që të vi Krishti dhe të të mësoj. Dhe ta them dhe e din Perëndia se them të vërtetën, por jo vetëm kaq. Sot u zgjova sikur çdo të shtune 3 deri në 5 lutesha dhe me dha Zoti dhe ula të flej. Dhe çfarë t'ju them? Nga ora 5 deri në orën 8 që flija, erdhi Krishti dhe më mësonte. Për të gjitha më tha. Është gjë e bukur të duash që Krishti të jetë mësuesi yt. Dhe nuk është i një anshëm Perëndia. Kërkoja. Është mirë që Krishti të jetë mësuesi yt. Nuk është i një anshëm, kërkoja. Unë thot kam për të ndriçuar mendjen. Unë kam për të mësuar udhën që duhet të ecësh. Unë do të të drejtoj dhe do të të këshilloj. Dhe unë do të të mbroj. Derisa e premton, përse nuk shkon ta marrësh vëlla im? Pse shkon t'ja kërkosh motra ime? Përse pret të të mësoj njerëzit? Sigurisht që Krishti do të mësoj dhe me Loidën dhe me Evnikin dhe me Palin dhe me vëllezërit e tjerë, por Krishti është ai që të mëson. Vetëm Krishti është që të mëson. Dhe kur të hym në kish, më mëso Krisht, thuaj. Çfarë më thot ai të ne qenë ndryshkër? Më fol ti o Krishti im. Më mëso Krishti im. Merr zemrën e ti, gojën e ti, merrja të gjitha ti dhe më fol ti o Zot, dhe nuk do ta bëj Perëndia. Patjetër që do ta bëj Perëndia. Vëllezër dhe motra, të kërkojmë që të na mësoj Krishti. Të kërkojmë që të na drejtoj Krishti. Ti i mësove shkrimet e shenjta, fjalën e Perëndisë, ku ato janë të mundshme që të bëjnë të mençur. Jo që të bëhesh një i shkolluar i madh, por shkrimi i shenjtë do të të mësoj për shpëtimin e shpirtit tënd. Kush do të mësoj që ta bësh të sigurt thirrjen tënde? Ungjilli i Jezu Krishtit. Ta studiojmë, që lexojmë, që kërkojmë nga Krishti të na mësoj, që të na i thotë të gjitha. Mos ta lëm vëllezër dhe motra, po vjen Krishti, është pak koha jonë përpara, kohrat e fundit janë. Të gjitha thërrasin se Zoti po vjen. Dhe mos mendojmë se jam martuar me grua, kam tokë për të punuar, apo kam pen që për të punuar me to. Nuk do të mund të qëndrojmë kështu. Nuk dua që të jemi askërkush nga ne nga ato që do të ikim, sepse shumë janë ato që do të ikin. Nuk dua të jem nga ato që ikin. Nuk duam të jemi të tillë. Nuk dua të jenë fëmijët e mi, nipërit dhe mbesët e mi, vëllezërit dhe motrat e mi, askërkush nga kisha nuk dua të jenë nga ato që të ikin. Të gjithë duam të jemi të qëndrueshëm, të qëndrojmë në fjalën e Perëndisë, në mësimin e shëndosh të Jezu Krishtit, në udhëzimin që na udhëzon Jezu Krishti, të përulur duke ditur se ne shumë jemi fajtor të gjithë. Se jemi të pavlerë. Vetëm Krishti është i denjtë në fjalë këtu brenda. Për këtë arsye vetëm Krishtit t'i afrohemi. Për këtë arsye, thot apostulli Paul, të përbëj, sepse gjithë shkrimi është i frymëzuar. E di çfarë do të thotë të jetë shkrimi
i shkruajtur, i frymëzuar nga Perëndia, ma e shkruajti Pali? Pali e shkruajti, vëllezër dhe motra, për frymëzimin që ju dha dora e tij dhe zemra e tij, Perëndia e bëri që t'i shkruaj. Shumë herë flet edhe ai vet dhe thot, ato i thot jo Zoti për unë, por edhe ato që i thot vet apostulli Paul, i thot nëpërmjet frymës së shenjtë. Dhe pastaj thot se nuk i them unë, por i thot Krishti. Ndërhyn njeriu, nuk them, por ajo që është që gjithçka që bëhet të bëhet nëpërmjet frymës të shenjtë. Dhe më mirë që të lëm Perëndin të flas në kish, të flas në zemrën tënde, të flas në jetën tënde, të lutesh që të flas tek fëmijët e tu, të lutesh që të flas nëpër dhe mbetësave të tua, të gjithë vëllezërve dhe motrave. Krishti t'u flas, Krishti të na flas, Krishti të mësoj, Krishti të drejtoj. Për këtë arsye thërret apostulli Paul duke thënë të përbëhem përpara Krishtit dhe Perëndis. Të predikosh ti, o Timoteo, fjalën. Leri fjalet e shumta, leri muhabetet e gjata, i thash më tha dhe leri ato vëlla dhe motër. Në ferr do të çojnë këto. Përse i le veshët e tua të pambuluara, që ti infektoj një zemër e infektuar që të flet? Përse? Përse nuk thua, shporu nga unë Satan, unë kam fjalën e Perëndis, kam Krishtin, kam ngushëlluesin frymën e vërtetës? Përse të infektoj zemrën tënde, një zemër e prishur, që është e mbushur me mëkate, sikur ato gratë që gjithmonë mundohen të mësojnë dhe nuk arrin në njohjen e së vërtetës? Të gjitha janë të shkruajtura, vëllezër dhe motra të dashur. Të gjitha na i thot Perëndia. Keni kujdes, rini zgjuar dhe lutuni që të mos hyni në tundim. Prediko fjalën time. Këmbgul. Në fjalën e Perëndis të këmbgulesh. Kohë e pa kohë. Edhe sipas diturisë njerëzore dhe në pa kohë. Të këmbgulesh me gjithë zemrën tënde, kohë e pa kohë. Akoma dhe të kritikosh. Kush jam unë vallë të kritikoj? Të qortosh, kush jam unë ai që të qortoj? Të këshillosh, kush jam unë ai që këshilloj? Shërptori i Perëndis, ju shërptor dhe shërptoret e Perëndis, të jep pushtetin dhe mundësinë Perëndia të qortosh, të kritikosh dhe të këshillosh. Përse? Sepse ke dashuri në zemrën tënde. Nëse ke, nëse nuk ke, më mirë lëre fare. I pa vlerë. Vuaj. Kjo rrugë, kjo jetë ka vuajtje. Vuaj, por vepro në ungjillin e Jezu Krishtit. Fol, prediko, dëshmo dhe kontrollo, qorto dhe këshillo, por ki kujdes me çdo durim, dhe me çdo doktrinë, me çdo mësim. Mos u bëj të jesh nga ato që janë të shkruajtura më i egër dhe të dalesh sipër asaj që të ka vënë Perëndia. Por gjithmonë kërko që Perëndia të mbush zemrën tënde me dashurinë e tij. Atëherë do të jesh një vegël e zgjedhur në duart e Perëndis, që të mësosh bijtë dhe bijat e Perëndis. Do të jesh një vegël e zgjedhur që të mundesh të ungjillizosh edhe njerëzit. Të bësh një vegël e zgjedhur në duart e Perëndis, që të ndihmosh dhe të shërbesh me çdo durim dhe doktrinë. Dhe kjo sa bukur që e thot, sepse unë po largohem, erdhi koha e nisjes time. Për këtë arsye ti them të gjitha këto, Timote, thot apostulli Paul, dhe duhet që edhe ti të bësh një jetë sikur e bëra dhe unë. Duhet edhe ne kështu të jetojmë sikur se jetoi kisha e para apostolike, sepse erdhi koha të ikim edhe ne. Kemi një prototip, kemi mësimin, kemi Zotin, kemi mësuesin, kemi drejtuesin. Sikur se jetoi atëherë kisha e para apostolike, kështu, sepse jemi gati të ikim edhe ne, kështu të jetojmë edhe ne në të përditshmën tonë.
përbehem përpara Perëndisë dhe Zotit tonë Jezu Krisht, thot apostulli Paul, ti Timoteo, ti kish, ju vëllezër dhe motra, predikoni fjalën e Perëndisë. Kudo që të jeni, flisni për fjalën e Perëndisë. Predikoni fjalën e Perëndisë, akoma këmbgulni në te. Dhe gra dhe burra, predikoni fjalën e Perëndisë. Ju është dhënë që të predikoni fjalën e Perëndisë. Është dhunti, është dhuratë dhënë nga Perëndia. Folni fjalën e Perëndisë. Këmbgulni në kohë dhe pa kohë. Këshilloni, qortoni, kritikoni dhe mos e humbni doktrinën e Perëndisë. Dhe Perëndia do të jesh me ju dhe do të bësh një pemë me fryt dhenes të plot. Mos prano fjalë të tjera, vetëm ungjillin e Jezu Krishtit. Vetëm ungjilli i Jezu Krishtit shpëton dhe do të shpëtojnë edhe